Një ditë pas koncertit të Kanye West, ku sipas kryeministrit morën pjesë fansa nga 80 vendet e botës, Edi Rama ka reaguar ndaj kritikëve se pse qeveria pagoi 4 milion euro. Në videomesazhin e tij në Facebook, në të cilin kishte limituar komentet për të lejuar vetëm ato pozitive, kreu i qeverisë thotë se ndërhyrja në minutën e fundit ishte një investim për të mbajtur lart imazhin e Shqipërisë dhe jo një shpenzim. Për ata që ngren polemike nëse duhet apo jo, Rama sjell në vëmendje rilindjen urbane. Po, ato 4 milion euro ishin investim. Po, ishin një investim i bërë minutën e fundit për të shpëtuar investimin shumë më të madh për Shqipërinë, për ekonominë e Tiranës dhe për mijëra njerëz nga mbi 80 vende të botës që i kishin prerë biletat për të ardhur këtu dhe mbi të gjitha një investim për të mos hapur një plagë të re mos besimi ndaj një Shqipërie ku i kanë sy të gjithë. Mëtej kryeministri shton se Shqipëria mund të kishte marrë falas reklamën përmes koncertit, nëse aktiviteti kulturor nuk do të ishte vendosur në rrezik prej protestuesve, të cilët në mënyrë të koordinuar sipas tij ndërmorën një fushat linçuese në rrjetet sociale për ata që do të merrnin pjesë në koncert. Ato 4 milion euro nuk do kishin dalë nga arka e shtetit, po të mos ishin bërë kërcënimet, shantazhet, fushata e bullizmit dhe histeria e dhunshme e rrjeteve sociale, ku një pakicë njerëzish kujton se mund t'i imponohet me terror gjuhësor një vendi tërë, qeverisë, sipërmarrjeve dhe kujdo që nuk mendon si ata që e mishërojnë pakicë. Po si mund lejohet kjo? Në fund kreu i qeverisë i ktheu përgjigje atyre që akuzojnë se përçmon qytetarët që dalin në protestë. Një grup i ngritur enkas qysh në ditë e para po mbledh çdo shqetësim dhe po përpiqemi të ndërtojmë reflektim mbi tmetat, gabimet, boshllëqet tona dhe pastaj sigurisht hap pas hapi do t'i komunikojmë ato me të gjithë ata njerëz të zakonshëm dhe të ndershëm të këtij vendi që kërkojnë që rrugtimi ynë drejt shtëpisë europiane të jetë më i shpejt dhe që Shqipëria të bëhet më shpejt ajo që ata duan, por jo vetëm duan, po dhe meritojnë. Ndërkohë, me gjithë masat e larta të sigurisë, në koncert u dëgjuan edhe thirrje të njëjta me ato të protestës, Rama jep dorëheqjen.